ndalohet hyrja për qytetarët e qendrës. Këtë kuptim ka mbyllja dyrave. Ky është klimimi i madh. Po, zoti Dyshniku, a mendoni se ka një strategji të Edi Ramës për t'i zvarritur zgjidhjen e çështjes pensionistëve apo duke i mbajtur me lëmosha të tilla në mënyrë që të zvoglojnë numrin e tyre që derisa të ndrojnë jetë pjesa më e madhe? Strategjinë unë thash, strategjia ka filluar në 90-ën në bashkëpunim me Bashkimin Evropian. U shkatruan ekonomia, ikën njerëzit jashtë shtetit, këtu prodhimi mbaroi, njerëzit pa punë, filluan vjedhjet, krimet, kurse pensionistët të tjerët mase gjetën mundësi për të punuar, për moshën që kanë, për aftësitë që kanë, kurse pensionistët janë viktima e parë e këtij regjimi kriminal. Për të ikën nga kjo dyja. Se e zëmë se ky s'ka lek, e thash dhe çfarë. Morë plot të shumë. Pse nuk ballafaqohesh me ankesat tona? Të na sqarosh, pse s'flet? Kjo është një përbuzje, kjo është një domethënie. Ai me këtë trajtim që i bën pensionistat, ai thotë, më hiqen qafët më këta të vdesin, ti e rahat. Rinia do ikë jashtë shtetit, këtu pastaj do bëj ai si doj. Se këta thonë, osa mi me kje shqiptar. Qa shqiptar ti? Po edhe slav ti e shqiptarje? Nuk të ndryshon edhe në Afrikën e Jugut shkosh ti shqiptarje. Po qa do shqiptari jepa? Do hynë bëje. Si do hynë bëje? Do hynë si slav? Do hynë si lypës? Si hajdut? Apo si qytetar me kullare? Ide. Këtë se thot ky bën propagandë. Europa e mbështet. Mbase kështu është plani. Nuk e di. Për mua që kam parë kapitalizmin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Michigan, ky është rend sklav pronar apo feudal më mirë. Këtu s'ka asnjë lloj një gjë s'ka këtu. Zoti Dyshniku, a do ketë protesta të pensionistëve, duke qenë se ju keni paralajmëruar se që nga vjeshta e në vijim mund të ketë protesta ndaj qeverisë për të kërkuar të drejtat e tyre, në këtë rast pensionistët? Shiko, unë e kam thënë që duhet protestuar. Por unë jam zhgënjur totalisht. Duke filluar nga 11 maj, nga votimi, dhe më mbrapa. Unë këto probleme që kam ngritur sot, i kam ngritur edhe në protesta, edhe në 10 intervista që kam dhënë në televizione, podcaste e tjera, portale të ndryshme. Partit opozitare, pa asnjë përshtim, asnjë nga mbështetur. Në Shqipëri mungon elita intelektuale. Su bëhet von fare se pensionistët vuajnë minjerim. Rrinë për klube, marrin rroga të mira, edhe fëmijët kanë për puna me deputetë e tjera, edhe s'do të di fare për pensionistët. Se mund të jetë prindët atyre të tillë pensionistë. Po thotë, rriti çdo ty do të protestosh. Të mbaj unë 2 lekë. Po ky lloj babai apo nëne i këtij deputeti e ministri, ai e trajton vetë si qen, që i hedh çuni një kocë, edhe ky e shgojnë, e mbyll gojën. Ai do të luftoj për dinjitetin e tij, për djersën e ballit që ka punuar të jetën. Do të marrë pension dinjitoz. Ka marrë fund kjo punë. Ja shitur, janë blerë. Prandaj, partitë politike, këtë që të gjykohet, të bëhet gjyqi i historisë pensioneve, që janë 90-ta, si fillojnë, edhe si janë rrënjët e qia, kush janë shkajtjet e këtij pensioni, jo bonusit. Këta thonë, minimumi etik, si indeksimi dhe bonusi. Nuk është kjo. Është themeli. Themeli si u fillua, si u llogarit pensioni fillestar. Me atë 2.000 lekë e vjetër për kooperativistin apo për minatorin. Se thot, ky është kontributi. Dallon kontributi i popullit shqiptar nga kontributi i popullit të tjerë gjithë botës. Pa asnjë dallim. Ne jemi ndryshe. Prandaj duhet të bëhet ndryshe. Nuk është bërë atëre duhet bëhet tash. Po kur bëhet? Elita intelektuale, jo klasa politike, nuk e breton, nuk e bën dot. Nuk ka guxim të ngrihet kundër këtij realiteti. Elita duhet zgjohet. Akademia e shkencës duhet ta marrë dorë. Nëse nuk janë të shitur.
të bëjnë konferencë kombëtare të trajtojnë pensionet. Ja unë i ngrita, i thash të gjëra. Pse eshin të gjithë? Le të kundërshtojnë. Le të kundërshtojnë. S'është kështu thonë. Hajde të bëjmë debat. Po ti si ekonomist, si financier, kam logjik. Ti vërtet je ekonomist, nuk je shkencëtar, po ty s'të dhimbse populli shqiptar. Nuk të dhimbse pensionistët. Ti je kriminal i popullit tanë. Se sot asnjëherë nga për 35 vjet nuk ka thënë asnjë politikan apo pushtetar. Ore, që bëjmë të mirë popullit. Po e mira nuk është kjo. Indeksimi 2.5%, turpi madh. Turpi madh. Trajton diçan më mirë se sa kooperativistin. Qa logjika kjo? Si mund të justifikohet kjo klasë politike? Me këtë trajtim që i bën personistëve. Po këte e tuti do vinë gjithmonë me pensionet pjesme, do keqësohet gjendja. Qa presin ta? Qa presin? Të zhduket të shpobullohet Shqipëria tiki? Këta shikojnë, mbushur Tirana dhe me vetura. Qa është kjo Tirana me vetura? Kjo është kulmi më. Po Tirana, këtu vinë gjithë Shqipëria, më këtu është bërë si kooperativ, dikur. Që tëra ato aktivitete me klube, me menza, me shkollë, ishin për në qendër, e vinin gjithë pinin kafe aty. Këta vinë traktuar për çdo gjë këtu, se këtu është shkretuar Shqipëria. A i thot Tirana ka gjithë vetura. Ose turistët. Ndër turistët. Po qa fitoj unë pensionisti për shumë, qa fitoj nga turizmi unë? Ta miliona që vinë? A i vjen me 2.000 euro në muaj pensionisti, ma bëri mua mi rriti shmime me 3 fishoj, 4 fishoj shmime. Qa fitoj unë? Prandaj nuk ka asnjë lloj logjike këtu. Me bonuse, me indeksime, ore njeriu do të haj për ditë. Nuk do të haj si qeni, na një kohë dhe ik. Kjo është, ky kryeministër është antipopullor. Këti sillim se publicitar. Ky ka marrë për detyrë t'i vdesi pensionistët. Përdesa ky përbuz për të biseduar, për të dalë ballës me te. Se ky e mban vetëm si eloquent, që i jep gjevap të gjithë ky. Edhe aty ministrit jashtëm të Britanisë Madhe. Po, dhe të dalim e në pensionistët në studio televizive. Dhe të dalim për balë. E të përgjinje të repyte që bëjmë. Po të zoti. A i buracak, është frikacak, është i leqar. Pandaj nuk përbalen. Tet javë rrefës ati për para kërmënisisë. Pa pikre turpin, pa pikre dhe mësërish, pensionisht 80-90 vjeç, me paterica, me karroca, edhe nuk do një njerë. Ky është harbut, qa kryeministër është. Qa është logjik, edhe pranon, do hynë bëje. E kam thënë dhe rranë kaluar, se sot bëje, qa kushe ka plëcuar për bëje? Qa kushe ka plëcuar? Dhe të thonë, një më të thonë, një vetëm, as gjes ka plëcuar. As një nuk ka plëcuar. Për derisa në Shqipëri, nuk ekziston asnjë element i demokracisë dhe shtetit ligjor, se shkeljen me këmbë liritë dhe drejtat e njeriu, se shumica e shqiptarëve shtypen dhe shfrytëzohen egërsisht nga ky regjim kriminal, atëre këtu komandon krimi dhe korrupsioni. Atëre, ju lutem shumë zotërinj të bajes, kush janë kushtet jashtë këtyre që pas ka plotësuar ai? Kush janë plotësuar kushtet themelore? Këta mund thonë që jo, ke gabim ti. Jam gati t'ja argumentoj të gjitha të gjithash me ollësi, një edhe për një. Por nga dim, kanë marrë vendimin që Shqipëria të shkatërrohet, pensionistët me 2.000 euro tikin në sharë, pandaj da bonus e to, 2.5% do t'jape tashi. Po, atë bonuset ju kujtohet ju, ditën e fundit, për një ditë para e tha atë bonuset, kisha halë se mos e repertohesh njërë. Ky është rafinato më. Unë nuk e di, për mua ky është fatkeqësia më e madhe e kombit shqiptar. Njeriu më i rrezikshëm për fazat e të ardhmes të fëmijëve tanë. Nuk ka pasur pushtetar, politikan për mirë vetë në Shqipëri më i rrezikshëm se ky. Nuk di çfarë të bëj. Pas hijen e vet. Zoti Dyshniku, unë ju falenderoj për gjithë analizën, mendimet tuaja këtu në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.